Vetëm një ditë përpara zgjedhjes së kreut të ri të SPAK, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato i bëri thirrje Këshillit të Lartë të Prokurorisë që të zgjedhë në krye të këtij institucioni një njeri me integritet të padiskutueshëm, të pavarur, profesionist dhe të përkushtuar ndaj standardeve më të mira të Bashkimit Evropian. Gonzato foli në takimin e përbashkët mes Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ku diskutuan mënyrat për të rritur efikasitetin, cilësinë dhe integritetin në sistemin e drejtësisë. Ambasadori theksoi dy çështje që mbeten kryesore për gjyqësorin: vlerësimet realisht transparente dhe përcaktimi i qartë i përgjegjësive dhe standardeve për siguri në gjykata. Nesër, gjatë procesit të zgjedhjes së kreut të ri të SPAK, ambasadori Gonzato do të jetë i pranishëm së bashku me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Po ashtu edhe ambasada britanike në Shqipëri bën thirrje për një proces të drejtë dhe transparent në zgjedhjen e pasuesit të Altin Dumanit në krye të SPAK. Zgjedhja e drejtuesit të SPAK është një hap i rëndësishëm në përparimin e Shqipërisë për forcimin e shtetit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit. Është e rëndësishme që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ta realizojë këtë proces në mënyrë të lirë, të drejtë dhe transparente. Mbretëria e Bashkuar pret me padurim të bashkëpunojë me çdo që do të zgjidhet për të vazhduar dhe forcuar marrëdhënien tonë të shkëlqyer, thuhet në postimin e ambasadës në rrjetin social X. Ndërkohë, për këtë çështje i pyetur nga News 24, një zyrtar i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë u shpreh për sa i përket prokurorisë së posaçme të Shqipërisë, SPAK, pavarësia dhe efektiviteti i saj janë thelbësore për mbrojtjen e sigurisë së shqiptarëve. SPAK është gjithashtu një partner i çmuar në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka njoftuar se më 11 dhjetor 2025 në orën 9 të mëngjesit do të zhvillohet seanca plenare ku do të mbahen intervistat me kandidatët dhe do të bëhet zgjedhja e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e njohur ndryshe si SPAK. 4 kandidatët në garë për të zëvendësuar Altin Dumanin në krye të SPAK janë Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Braho.